Ramazanit është mbret i muajve. Është një fillim më ndryshe se sa muajt e tjerë. Muaji i Ramazanit nuk do të konsiderohet si një ndër muajt e rëndomt, ose të kalojmë sikur në ditëve tjera ose muajt e tjerë. Për arsye se në muajin e Ramazanit do ta shndrojmë në përpjekje për një jetë më të mirë, për një fillim dhe piknisje të jetës tonë më të mirë. Allahu xhaleshanuhu na thret që në këtë muaj të kemi afrim tek Ai dhe të kthehemi tek Ai. Për arsye se agjërimi nuk duhet të jetë vetëm në aspektin fizik dhe trupor, por agjërimin duhet të bëjmë me zemër dhe të pastrojmë zemrat tona nga çdo ves i keq. Pra, Zoti xhaleshanuhu në ajetin kuranor 183 në surën Bekare thot: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, agjërimi ju është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush. La'allakum tattaqun, përfundon ajeti, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Domethënë, qëllimi final i agjërimit është që ne të ndrojmë anën tonë shpirtërore dhe të afrohemi te Allahu xhaleshanuhu, të rikthehemi te Ai me zemër dhe me vepra të mira, e mbi të gjitha që duhet të jetë pjesë e jetës tonë në këtë muaj të shenjtë është teubeja apo pendimi. Sepse Allahu xhaleshanuhu i ka dyert të hapura për njerëzit të cilët dojnë të pendohen te Ai derisa të na vijë agonia e vdekjes. Allahu na thret të kthehemi te Ai dhe na pret me duar hapur gjithherë që të jemi afër Tij. Allahu i do robërit e Tij të cilët pendohen dhe kthehen te Zoti, siç thot në ajetin kuranor në surën Bekare, ajeti 222, Inna Allahe yuhibbu tawabin. Allahu i don ata që pendohen. Domethënë, janë të dashur te Allahu ata njerëz të cilët pendohen te Ai. Pra, sado që të jetë gabimi i njeriut dhe sado që të gabojmë ne me gabime të shumta dhe të mëdha, mëshira e Allahut është më e madhe se sa gjithçka tjetër. Sepse Allahu me të vërtetë e din se na jemi krijesat e Tij dhe mund të gabojmë dhe mund të bijmë në gjunahe të ndryshme. Nganjëherë edhe pa dashje, nganjëherë edhe pa vedijen tonë. Ashtu që na ka thënë pejgamberi alayhis salam, kullu bani Adem, çdo biri i Ademit është gabimtar. Më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Domethënë, në mesin e gjithë të mirëve, e gjithë njerëzve të tjerë që bëjnë gabime, është ai njeri i cili pendohet te Zoti xhaleshanuhu. Sepse kjo është mundësia më e mirë kur të arrijmë këtë mirësi është në muajin e Ramazanit, ku Allahu na thret që t'i ngjallim zemrat tona, të lidhim jetën tonë me të dhe të afrohemi tek Ai, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, Zoti në gjithë Ramazanin e ka ndarë në 3 pjesë, ku thot awaluhu rahmatun, 10 ditë e para janë mëshirë, wa awsatuhu maghfiratun, dhe ditë e mesme janë falje, wa akhiruhu aitku minan nar, dhe 10 ditë e fundit janë shpëtim nga zjarri i xhenemit. Vërtet kur e elaborojmë këtë hadith, mund të kuptojmë se zatën i gjithë muaji i Ramazanit lidhet me veprat tona që ne jemi gabimtar dhe mëshira e Allahut është e madhe dhe është ai i cili ne nuk duhet të humbim shpresën prej mëshirës Zotit. Ai është falës, është mëshirues. Sado që të jetë gabimi jon i madh, mëshira e Allahut gjithsesi është më e madhe për falje dhe gabimet tona. Siç na thret Allahu xhaleshanuhu në surën Zumer, ajeti 53 ku thot: O robërit e mi, që keni tepruar ndaj vetes e keni ngarkuar veten me mëkate, mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut, vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet, ai është falës i madh mëshirëplot. Këtu Allahu xhaleshanuhu pra na potencon në këtë ajet dhe është ajetet më shpresdhënëse, të cilat na thot Allahu xhaleshanuhu, na thirr që pavarësisht gabimeve që bën njeriu, prapse prap Allahu na pret që ne të pendohemi te Ai dhe të kthehemi te Ai, pavarësisht gabimeve që mund të bëjmë. Pra dhe një fjalë e urtë është, nuk është gabim të gabosh, përderisa ne jemi krijesa. Gabim është të vazhdosh në gabime. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
na garanton në një hadith ku thot: Men sama Ramadane imanen wa ihtisaben, gufire lehu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, i falen gjunahat e mëparshme. Do të thonë, këtu pejgamberi alayhis salam na tregon që nëse ne që nga fillimi i Ramazanit hym me atë dëshirën dhe ndjenjen që Allahu do të na falë, do të na mëshiron, do të na ndryshon gjendjen tonë dhe nuk do të dalim ashtu siç kemi hyrë në këtë muaj, inshallah do të jemi prej atyre që Allahu do të na i pranon pendimin, do të na pastron prej gjunaheve, do të na i forcon lidhjet tona me Allahun dhe inshallah kjo nismë që fillojmë në Ramazan do të vazhdoj edhe pas Ramazanit me zemra të pastërta dhe me shpresë në mëshirën e Tij. Nëse nganjëherë njerëzit mendojnë se nuk kanë bërë gjunahe edhe nuk jemi prej atyre që gabojmë, edhe harrojnë, dikush nuk don me kërku pendim të Zotit, nuk don mu pendu, padyshim se një ditë do të pendohemi. Po kur do të jetë ajo ditë? Kur do të dalim para Allahu xhaleshanuhu, të gjithë njerëzit do të pendohen për mëkatet që ka bërë më herët. Të gjithë njerëzit do të pendohen për ato vepra jo të mira që ka bërë në jetën e tij, mirë po atëherë me të vërtetë do të jetë tepër vonë. Dhe nuk ka mundësi për më rikthy prap në këtë botë. Andaj i thras vetës edhe juve që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit mos të na privojmë veten, mos të privojmë mirësitë e Tij, mos të neglizhojmë kohën në muajin e Ramazanit, por të jetë për neve një rikthim, pendim dhe shpëtim, e mos të jemi nga ata të cilët e humbim këtë mundësi të madhe nga neglizhenca, dembelia, siç thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i poshtruar qoftë ai njeri që arrin Ramazanin dhe nuk i falen gjunahat e tij. Pra Allahu na boft prej atyre të cilët do dalim të falur nga ky muaj i bekuar i Ramazanit.